هي جنة وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah të ndershëm, falenderojmë Allahun subhanahu wa taala I cili na mundsoi që të jetojmë këto ditë të para të Ramazanit. Lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na jap fuqi dhe takat që të vazhdojmë. Allah të ndershëm, ne do të flasim sot pak se ne pasi kretë dunjaja janë të kujdes për çështjet e dunjans, nëse marrna dhe I shikojna njerëzit kujdesen për kerrat e tyre, I bojnë ma sport, I dretojnë, felgat I ndrojnë, do të çdo herë çka del diçka e re, njëri kujdeset për kerin e vet. Nëse ndalna dhe shikojmë ato çka punojnë me sallonat e darsmave, tentojnë që sallonat e tyre të kujdesen, të jenë pastër, të jenë nivelit parë, që të përfitojë njerë, do thotë në këtë formë. Nëse ndona dhe shikojmë këto të autolarjeve, edhe këto kujdesen, edhe pse është autolarje, po e tenton që ta bën atë reklamën e vet dhe të kujdeset për vendin e vet. Nëse marrna dhe shikojmë sallonat e frizurave, ku ndreqen frizurat edhe të burrave edhe të grave, edhe ato tentojnë atë vet dhe kujdesen për lokalin e tyre, kujdesin për vendin e tyre, kujdesen për biznesin e tyre. Nëse mirëna dhe shikojnë çdo njeri që tenton të ndërtojë një shtëpi, tenton që ta marrë një dekor të bukur, të heshëm, kujdeset për ngjyrën e vet, për dizajnin brenda, për dizajnin jashtë, për dizajnin e oborrit e kështu me radhë. Nëse don dikush ja Allah ja mundson një banesë të vogël 50 kvadrate, edhe ai tenton një dizajn të heshëm, bukur që ç'a ban, do të banesës së vet. Do të thotë vëllezër të ndershëm, sicili po kujdes ka për dunjën e vet. Për mjetet e dunjës po kujdesmi. A gjithë këto çkajt si e këm dhe tjera që si kemi cek, kredet I lëm mbrapa. Për shkak se asnjënën prej tyre nuk kena mi marrë me ne në varr. E ne vëllezër të ndershëm duhet që të kujdesna për zemrat tona. Se zemra e njeriut është motori gjithë që e lun rolin e njeriut sa të jetë gjallë. Sa prej njerëzive janë kujdes për zemrat, apo sa kujdesmi ne për zemrat tona, që ne të takojnë Allahun subhanahu wa taala me një zemër të pastërt, me një zemër të devotshme, me një zemër e cila nuk ka në to haset, vetpëlqim, mendjemasi, si e faqe kështu me radhë. Nëse zemrat nuk kujdesna për zbukurimin e zemrave tona dhe për pastrimin e zemrave tona, atër gjithë veprat që ka do t'i bëjmë Allah të ndershëm, do të asgjësohen në dytën e kiametit. Për shkak se nuk ka dalë me një jetë të pastër dhe nuk u kanë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Për këtë Allah të ndershëm, mjetet apo dizajnet të cilët janë që na I pastrojnë zemrat tona dhe na I drejtojnë zemrat tona, që kujdesin për zemrat tona, është përmendja Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse dojna me pas se sa është zemra jonë e zbukurume, sa është zemra jonë e qetësume, sa është zemra jonë e përmallume për Allahun subhanahu wa ta'ala, ndalu dhe shikoj se sa e përmend Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ato të cilët kanë besuar Allahut subhanahu wa ta'ala, qetëson zemrat e tyre me përmendjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ulemat ka rënë diverzitet se çka do të thotë dhikrullah. A është përmendja e Allahut apo çka?
Ulemat e dinit Allahut subhanahu wa taala janë ndarë në disa mendime. Disa prej tyre thonë që dhikrullah është Kur'ani, libri Allahut subhanahu wa taala. Dhe kanë thënë janë bazuar në ajetin ku Allah subhanahu wa taala thot inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne ja kemi zbrit dhikra, ne ja kemi zbrit për kujtimin Kur'anin dhe ne jena që kujdesna për to dhe që e mburojmë atë, librin Allahut subhanahu wa taala. Dhe ajeti tjetër ku Allah subhanahu wa taala thot wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu. Kjo është një dhikr, kjo një përkujtim të cilët i bekuar të cilin ne ja zbritëm. Kurse tjetër Allah subhanahu wa taala në ajetin tjetër thot wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'isha danka. Dhe kush ja kthen shpinën dhikrit, do thot librit të Allahut subhanahu wa taala, ai do ta ketë një jetë me halle, me derte, me telashe, me probleme kështu me radhë. Do thot këto janë argumentuar me këto ajete që dhikr është libri i Allahut subhanahu wa taala, Kur'ani. Kurse disa prej tyre prej ulemave kanë thënë është dhikr, fjala dhikr është me thonë subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wala quwata illa billah. Do thot me përmend Allahun subhanahu wa taala. Mendimi tjetër i ulemave ka thënë është dhikr me përmend Allahun subhanahu wa taala kur një njeri bën bejnë Allahun subhanahu wa taala. Thot leneve mos rrajn, pashallahin, vallahi billahi tallahi. Dhe disa kanë thënë që është do thot bejan Allahun subhanahu wa taala. Pse thot se kur qen ditë hidhruar, ditë nervozuar dhe ki thot pasha babën e nën thot a se bën vaki ti zdimet babaja të dhënë jote. A ke pa edhe të ignorantët të njerëz që nuk bën namaz, nuk i nështron Allahut, kur thot vallahi billahi, thot tash mirë. Thot pse? I qetësohet zamra dhe hasmit të vet kur që përmendi Allahun subhanahu wa taala. Për këtë kanë thënë që dhikr është përmendja Allahut subhanahu wa taala dhe istighfari Allahut të ndershëm. Për këtë Ibn Jauzi rahimullah thotë që është Kur'ani dhe përgjithësi dhikri Allahut subhanahu wa taala që përmendet Allahu subhanahu wa taala. Për këtë besimtari Allahut të ndershëm duhet që të nështrohet Allahut subhanahu wa taala. Për më qetësu zemra dhe më rahatu zemra, duhet patjetër të lexosh fjalët e Allahut subhanahu wa taala dhe të nështrosh Allahun subhanahu wa taala. Se njeriu sahabët radhiyallahu anhum Allahut të ndershëm, kur ata thanë sami'na wa ata'na, kur ata thanë që ne dëgjuam dhe respektuam, do të i dëgjojmë fjalët e Allahut dhe i respektuam fjalët e Allahut subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala në zemrat e tyre ka zbrit qetësi dhe iman. Ja ka mbush zemrat e tyre me iman. Për këtë edhe ne kur të dëgjojmë fjalët e Allahut, duhet me të thonë dëgjojmë dhe respektuam, me i zbatu ato fjalë që i mësojmë Allahut të ndershëm, jo vetëm të mësojmë përmend. Po ashtu prej veprave që të qetëson zemrën tënde, dhikrin zemrën tënde, është edukata me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ulja e zërit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është në mesin ton Allahut të ndershëm. Por zguxon një besimtar, një musliman që ta ngritje zërin e tij mbi hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Zguxon Allahu të ndershëm, për shkak se Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allahu subhanahu wa taala thot dhe ato të cilët e ulin zërin e tyre te pejgamberi Allahut në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladhina imtahana Allah. Këto janë që Allahu subhanahu wa taala, këto burra janë që Allahu ja ka pastruar zemrat për çdo të keqes. Ja ka pastruar zemrat për devotshmëri. Thot për këto Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur falje dhe shpërblim të madh. Njëri prej sahabëve shkak i zbritjes së këtij ajeti në surat Hujurat, Allahu të ndershëm, është që ka zbrit për shkak se Thabit ibn Qaisi radhiyallahu anhu e ka pas tabiatin zonin e nalt. Zonin kur ka folu ka një zonit mbi zonin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka zbrit kjo ajet u vetmu Allahu të ndershëm dhe ka qajt për frikës të Allahut subhanahu wa taala. Ka qajt për frikës të Allahut subhanahu wa taala. Derisa e takon njërin prej sahabëve thot çka ke thot çështu thot ka zbrit ajetin dhe unë kam zonin mbi zonin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj shkoni tregojnë pejgamberit Allahut subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi Allahut thot shkoni ma thirrni Thabit ibn Qaisin. Shkojnë ma thirrni Thabit ibn Qaisin. Dhe shkojnë thirrin Thabit ibn Qaisin dhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Thabit, a don të jetosh i lumtur?
Ja Thabit, të jetosh i lumtur dhe të vdes shahid dhe të hish në xhennetin e Zot, a do? Pejgamberi Allahut thotë, a do të jetosh i lumtur dhe të vdes si shahid dhe të hish në xhennetin e Allahut? Ai i kënaqet? Ja Rasulullah, jam i kënaqet. Çes jam i kënaqet, më jetoj i lumtur dhe me vdek shahid dhe me hish në xhennetin e Allahut ku ka? S'ka më mirë. E Thabit ibn Qaisi, vëllai të ndershëm, në luftën prej luftave pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos gabosh në luftën e Yamamës, a shkon Thabit ibn Qaisi e ka grapu një grop terin midis, terin shok, edhe ka thënë vallahi se shloj këtë pikë këtë front, teri se ja ka dërzuar shpirtin Allahut subhanahu wa taala. Ishte realizu doaja që i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do me vdek shahid. Subhanallah. Allah të ndershëm, këto janë kan sahabët radhiyallahu anhum, të cilët Allah të ndershëm Allah ja ka pastru zemrat e tyre për devotshmëri. Pse? Se ato ju kanë nënshtruar urdhrave të Allahut dhe të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj Allah të ndershëm, Allah subhanahu wa taala thot ulaika alladhina hada Allahu fabihudahum iqtadi. Ato janë të cilët që Allah subhanahu wa taala i udhëzoi në rrugë të drejtë dhe ti shko pas atyre. Hec pas rrugës së pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Hec pas rrugës të sahabëve radhiyallahu anhum, dhe ta shoh se për nime do të ndihesh kënaqësi në shpirtin tënd. Allahu subhanahu wa taala na ka ndaluar, Allah s'ndash, na ka urdhëruar, na ka mësuar që ne mos ta kapna rrugën e të këqinjve. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Fastaqima wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun." Përqendrohuni ju në rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe mos e pazoni rrugën e atyre që nuk dinë. Shikoni Allahu subhanahu wa taala çka na mëson. Në mëson që mos të kapësh rrugën atyre të cilët nuk e njohin Allahun subhanahu wa taala. Allah është të ndershëm. Se tabiati i njeriu është ajo që është e jashtme e përfiton atë të brendshmën. Ai që pamja e jashtme e përfiton atë të brendshmën. Ke vozit me rap ndonjëherë? Çfarë ke rike? BMW apo? Si tash është në BMW në semafor më njëherë shlon syt. Apo Mercedes kisi si tash është në Mercedes ja shlon syt. Ai tjetri Audi, do thot, ai tjetri e ka orën njëjtë, ai tjetri ka, pse? Se vetë natyra e Vëllezër të ndershëm e krehen njeriu. Apo këmisha, apo pa më parasysh. A ke pa dhe nëse është një kallaballak shembull dhe është një motër e mlume, një e mlume, hin tjetër e mlume në mesin e tjerave, do thot, shkon e ulet me ta. E shen njonin që dëgjon muzikë, Allah na rujt. E dini që muzika haram është, s'lejohet, se ja prish zemrën. Si ta ngon minjë, cilën e ngove ti, ja? E di, minjë herë këshir. Si të bje doan, shkon afrot, se e di që i thot, e bona një shok, dhe ndezmi ka një. Shembull, do thot, këto janë Vëllezër të ndershëm se pamja e jashtme është që afron pamjen e brendshme. Do thot, dashurohen pa asnjë send. Pse vetëm se cilësia e jashtme është Vëllezër të ndershëm që i bashkon i afron njerëzit. Për këtë do thot largohu prej të keqit për shkak se ta zbukuron të keqen dhe bëhesh sikur ai. Allah na rujt. E dyta prej mjeteve të cilët duhet ta zbukurojmë zemrën tonë, të kujdesna për zemrën tonë, është kaderi në Allahun subhanahu wa taala. Qadam dhe kaderin me pas Allah të ndershëm. Kjo është një iman, kjo është një kusht prej kushteve të imanit që të rahaton shpirtin dhe zemrën. Kjo të rahaton, për këtë Allah subhanahu wa taala thot: "Ma asabe min musibatin illa bi idhnillah." Pa marrë parasysh se çfarë do që të ndodhje, nuk guxon me ndodh vetëm se me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Është thonë që zbritja, shkakja zbritit të këtij ajetit Allah të ndershëm, se qafirat kanë thonë me kon musliman të mirë, nuk do t'i sprovoj ka Allahin këtë dunjë. Këshir belaja të musliman çka janë. Shikoj të musliman ka fukarallak, me shku ka Amerika astruj nuk ishin. Të Afrikën nërmar e kanë vjedh për të ndreq Evropën. Amerikën, i kanë vjedh Afrikanë që të ndreqin ato, a kuton? Të to jo, po në Amerikë ka vendi që s'ka rrimë Vëllezër të ndershëm, ka fukarallak të jashtëzakonshëm. Amën mediumet që ta bojnë ti ta qesën një qendër tregtare, ti qesën disa sendet do thot, dhe kallzon se kushet e sa janë të përparuar. Për këtë Vëllezër të ndershëm besimtari, Allahu subhanahu wa taala e sprovon me çka të don. Dhe ai kur të beson Allahu subhanahu wa taala në qada dhe qadar, ai çdo problem te i kalon. A ke pa njeriu, sicili prej nesh,
shkon në shtëpinë e vet, sidomos prindrit, me kesën dorë, duke i gëzu fëmijët e tyre dhe kështu me radhë, një ditë vjen orari punës, nuk kthehet babi te shtëpia. Apo nuk kthehet djali, apo nuk kthehet veç kur dhe lajmi në spital ka ndrujet, i kam shu kjerit, apo e ka rëzu me motor të vozit, i kam shu njoni, shkoj. Subhanallah. Çish e pret besimtari kët? Ha? Thot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mërzitet, por pajtohet me kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Nëse nuk kanë që i beson kaderit të Allahut subhanahu wa taala, si sjellet, minjer pikën e parë familja thot mos ta morën vesh familje, mulet doktorin kanë injekci. Mishtin gjum pak, tak. Se mrast është. S'mund ballafaqohet mas një send. Do të mas parin të me pru doktorin, me ja dhon kanë një gjelpon, e pastaj me u kallëzut ka vdek burri, apo të ka vdek baba, apo të ka vdek djali, aso ka ndodhur ndeshje, ose kështu me radhë. Kjo është do të thotë që s'kan caktim, Allah thënë, nuk besojnë caktimin në kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është Allah të ndershëm, është që kanë të qafirat dhe hala ekziston të qafirat. Allah subhanahu wa taala në tregon në Kur'an thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kana ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu." Allah subhanahu wa taala në porosit njerëz si besimtar thotë: "O ju të cilët keni besuar Allah subhanahu wa taala, mos u boni si qufar, mos u boni si shkijet, të cilët ju thanë vëllezërive të tyre kur dilshin në tokë me hec për biznis apo për punë, pa më parasysh, apo dilshin për në luftë, thoshin sikurse të ishin qenë të ne në shtëpi, mos dilshin në rrugë, mos dilshin në front, në luftë, thotë nuk do të vdishin." Subhanallah. Allah subhanahu wa taala këtë ja ka bëu Allah të ndershëm që vetëm që ato të pikëllohen zemrat e tyre. Se Allah subhanahu wa taala çdo set është me kaderin dhe caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu na ka ndaluar neve si besimtar, Allah e të ndershëm, që ne të bëjmë sabër kur ndodhen musibet. Nuk do të thotë njeriu si del prej shtëpisë vet do të vdesë. Nuk do të thotë njeriu si shkon një në Kinë, një në Dubai të marrë mall do vdesë, apo një në Stamboll, Turki. Nuk do të thotë se njeriu nëse del në Francë shkon në luftë do vdesë, kish vjen. Jo. Këto janë sende të thjeshta Allah të ndershëm. Këto janë sende që në caktimin e Allahut, kaderin e Allahut. Sa njerëzi për shembull për milimetra ka qenë të shkelker, ja të ka ndodhur ndonjëherë? Sa raste ka ndodhur ti më im shumë me kërë dikujt për 1 milimetër e ndal. Sa herë ke qenë ti kut gishtat e tuj duke punu diçka po në sekond janë ndal. Sa herë? A nuk ka shumë raste? Por do thotë subhanallahu, këto janë Allah të ndershëm që ka dar me caktimin e Allahut subhanahu wa taala janë që shkojnë Allah të ndershëm. Për këtë besimtari duhet të nështrohet Allahun subhanahu wa taala dhe ta rahaton në shpirtin e vet dhe zemrën e tij. Për këtë Allah subhanahu wa taala na tregon thotë alladhina idha asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah subhanahu wa taala për besimtar çka thotë? Nëse ndodh pa më parasysh, vjen një lajm, e mërzit, pa më parasysh, çka thotë? Ato të cilët kur të ndodhin në fatkeqësi, në musibet, ato thonë ne jemi të Allahu dhe të Allahu do kthena. Usos. Me ka që mbaron besimtari? Mërzitet. Ne cekëm në ndërsën e sabah që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qajt. Apo? Ka qajt për vajzën e vet, ne ka qajt për djalin, ka qajt për ummetin e vet, ka qajt duke lexuar Kur'an, ka qajt për frikën e Allahut. Do thotë, kjo është kaderi caktimi është që ta rahaton në shpirtin tan. Sa për njerëz vëllai të ndershëm. Sa për njerëz janë kanë të bukur, janë kanë fotografi të mirë ju ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe ka ndodhur një ndeshje apo një djegje, një sent ju ka prishë e bukuria, se ka më. Para mendon nëse nuk e ka kaderin e Allahut, çka bën këto njerëzit? Në konap, apo? Sa mu bisvo, me njëherë. Ku shkojnë të kthejnë prej urës më të lartë, apo konopit, apo gjelpon, do thotë, do me vdek se s'mundet, jam kon mis, unë sot ftira mu ka prish. S'mundet. Apo sa prej njerëzve për shembull hinë në biznes, do thotë, kaderi i Allahut hupën. Besimtari thotë, caktimi i Allahut dhe mbaron me kaq, thotë jalisi tjetrit. Kurse qafiri çka bën? Unë me dështue, këtë firma të tjera kam thonë filoni ka dështu. Hajde me shku me mit veten. A pe shifni çfarë caktimi i Allahut subhanahu wa taala çka bën? Bën që të rahaton në shpirtin tënd, për këtë besimtari nuk çon kokën për këto sende. Pse? Se e kanë dëgjuar hadithin e Ibn Omerit radhiyallahu anhu kur thotë se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i ka shkruajtur me qadir caktimet e njerëzit para se me kriju tokën dhe qiellin 50000 vite më herët. Kërkun s'ke konte, as ti, as babajot, as
nona, as baba plak, as kërkush heq. Allahu subhanahu wa taala ka ditë se a do bosh zengin, a do bosh fukara, a çka do të kamë të ndodhti. Kur do të dëgjon kë ti merr sebepet dhe hecën bi idhnillahi taala rahatohesh. Ai që Allah subhanahu wa taala e sprovon. Për shembull njëri s'ka fëmijë, tjetri ka vetëm vajza, tjetri ka vetëm djem, tjetri ka të përzihet. Thotë unë të kisha pas qef vetëm vajza. Ai tjetri thotë jo se gjem valla, unë vajza se gjem zdurohen pashallah në tren kur të plakën. Ai tjetri thotë jo se di valla se vajza tash problem, mama i hiç pa vajza. Ai tjetri thotë ja valla unë të kisha pas studi. Ai tjetri thotë si subhanallah, para më këtë harrin kaderin Allah subhanahu wa taala ku Allah thotë yahbu liman yasha inathan wa yahbu liman yasha dhukura. Kujt don Allah subhanahu wa taala i jep vajza, kujt don i jep djem. Au yuzawwijun dhukrana wa inatha. Apo jep edhe vajza edhe djem, u yaj'al man yasha qima dhe qaddan Allah subhanahu wa taala bën steril si jep hiç evlat. Kumat kaderi Allah. Ne Allah të ndershëm do t'i nështrona Allahun subhanahu wa taala. Premijet e Allah të ndershëm që na pastron zemrën tonë dhe na drejton zemrën tonë është istighfari. Se zemra jon njolloset. Duke shkuar punë, sheh haram, dëgjon haram, ban gibet, mëkatet dhe zemra çka? Nxihet. Por istighfari është që ta pastron këtë zemër. Istighfar me bëj istighfar të Allahu subhanahu wa taala, me kërku falje të Allahu subhanahu wa taala, është Allah të ndershëm që ta pastron zemrën. Se zemra është subhanallah si llamba. Llambat e vjetra e keni pa? Do është në fotografi këto trita, më të vjetrit i din. E kanë mbush me gaz përpara, edhe e kanë kall, edhe ajo duke në 2 orë, 3 orë, 4 orë, ajo ze bot pak zi, pastaj kur nxihet krejt bot zi. Kur nxihet ajo nuk ka dritë më tana. Ata çka bojnë gratë përpara, plakat, kanë bajt rregullisht partale që me pastruta. Edhe sa më shumë pastrohet, aq më shumë bën dritë. Atë që të boje, do të thotë me ziv prej mrenda, është të hub fuqinë e dritës. Edhe zemra njeriu të shështon. Kur zemra njeriu të bën gjuna dhe mëkate, zenuri i hupet njerit ftir. Zenuri i hupet gradualisht i terrët ftira. Kurse duke bot dhikr dhe istighfar të Allahu subhanahu wa taala, është sikur me lajt që e lan dhe e pastron gradualisht. Edhe të zemra besimtarit është sikur xhami i llambës, i fenerit. Ai është i holl, nuk është 10 mm, shumë i holl është. Shumë shpejt thëhet, shumë i holl është. Ama është i fuqishëm. Është i fuqishëm. Nxihet, ama nëse pastrohet, nëse lahet pastrohet dhe prapë ndriçon. Allah subhanahu wa taala do të thotë me këtë na tregon që zemrat e besimtarëve nxihen, ama janë të fuqishme prapë, pak mi pastruat të kthellën. Do të janë të ashpra, të fortë. Allah subhanahu wa taala thotë Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar. Thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ato të cilët janë me to, janë të ashpër kundër kafirëve, janë të mëshirshëm mes besimtarëve. Kjo është do të thotë që ti, do të thotë besimtari sa do qoftë që i nxjerr zemra, ama prapë ndaj hakit, është i fuqishëm, është i fortë. Pakat me bo me fshi, vallahi shkelqen me njëherë. Xhami me njëherë fillon të ndryshon Allah zër të ndershëm. Për këtë besimtari duhet çdo herë që të ketë kujdes për zemrën e tij, mos t'i nxjihet zemra e tij. A ke pa nëse një petë të bardh e veshën, apo si cili prej nesh të shkërkina dal prej shtëpie me ardh në xhami me fal namazin dhe me ul me ngu diçka prej fjalëve të Allahut subhanahu wa taala, çka bëjmë? Dolëm pas shirën erë. Na i pikë mos kemi. Pse o Allah të ndershëm e këshin na veten tonë pas shire? Ha? Pse këshin na veten tonë kur çona prej xhumit e me shkum punë pas shire? Pse i lajm dhomët? Dikujt i vjen, a e di që është e dobishme mi lajt dhomëcën, a më thot do më keshin. Kur shkit e punë, thënë, ku ki dhomë pala. Këmishën me pika. Apo këmishën si pa kuros nona apo gruja. Se dikuj nona ja kurosëm, dikuj gruja. Dikush gruja ja kurosëm. Do të ndihmojnë. Pse? Lësë të ndershëm, neve na vjen marrë dhe turp, mos na shohet dikush me tesha të përlime apo jo të hekurosura. A nuk na vjen turp dhe marrë? A dini kush na i këshirë zemra tona? Allahu subhanahu wa taala. Për petkë lësë të ndershëm 500 dinar, 1000 dinar, kujdesesh.
Kurse për zemrën e Allahut subhanahu wa taala që ta ka dhënë fal, nuk kujdesesh? Të vjen marrë që krijesat mos të shohën pet kuntant. Të zhitur, më lëm, a ke harruar që zemra na u ka nxinje, kemi harruar se krijuesi jona që na i kishir zemrat tona. Allah subhanahu wa taala meriton Allah të ndershëm, më shumë se gjithë që ne të kemi zemrat tona të pastra drejt Allahut subhanahu wa taala, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë në një hadith inna Allah la yunzur ila suwarikum, Allah subhanahu wa taala nuk e shikon fotografitë e juve, as pasurinë e juve, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum, por ai është që sheh zemrat e juve, i shikon zemrat e juve dhe veprat e juve. Do thot Allah subhanahu wa taala i këshir zemrat tona, Allah zot të ndershëm. Për këtë besimtari duhet të kujdeset për disa gjëra vëllezër, të kujdeset për sinjen e vet. Mos ta shloj shumë, mos vëzitje me duga, nëse thonë me duga, me gata, se si të vëzitesh me gata është shumë. A mos si të vëzitesh me shkurta, pak më shkurtë. A më na i shlove të gatat, vallahi sti kur një. A më hit sti kas një. E kur do sti kas një, do ta prish zemrën. Me fol më pak, barkin pak më lehtë, edhe me njerëzit më pak më porzi se vallahi ndikohesh. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allah të ndershëm ka thonë për çështjen e synit. Nëse dikush shet diçka në rrugë dhe ja sulmon zemrën e tij, e sprovon zemrën e tij, thotë le të kthehet më një herë në shtëpi te bashortja e vet. Për këtë ulë shikimin. Ulë shikimin. E shet që e sprovon zemrën tënde, ktheu në shtëpi më një herë. Ktheu te familja jote. Ose agjëro me njëherë që të ruajsh zemrën tënde Allah të ndershëm. Për këtë duhet të njeriu të kujdeset fjalët, ushqimin e përzierja me njerëzve. Po ashtu të njëjtën kjo ka për zemrat tona, unë dhe ti dhe ai. Po njëjtën kohë tash duhet të kemi kujdes në pika të shkurtë të cekmi, të rujmë në zemrat të tjerëve. Nuk është, hajde zemrën time rujta, po duhet ta rujtë në zemrën e këtij vllavit, po edhe të këtij vllavit, edhe të atij vllavit, edhe të tjetrit. Duhet ne të kujdesna në për zemrat e tjerëve, jo vetëm për zemrën tonë, vëllezër të ndershëm. E para që për zemra vëllezër të ndershëm se zemrat kanë të shnosha, kom që janë të mirat asaj, por një gjest i joti dhe i jemi ka mundësi dëmtoj zemrën e vllavit tëm. Pa pas kujdes, si javë mendën a dëmton e smun zemrën e vllavit tëm. Për këtë një e para që duhet të largohesh prej vendeve të dyshimta. Për shembull në vendet ku janë të dyshimta, vëllezër të ndershëm, largohu për shkak se shejtani më njëherë të bie dhe të kujton diçka. Çka lip filoni atje? Unë para disa viteve, 4 viteve, të shu diçka më duket më radh, 4 parafërsisht, isha në spital priça lindjen e djalit. Shtehemi e keshja, thot dil mu taku para spitalit, me bisedu, ku bë dol, çka më pa, audhu billahi minash shaitanir rajim. A kupton? Haj zot ja Arab, dy natës është ja Arab bel alamin, o zot mos na kurit, që dikush pi larg thotë mashallah ga hoç. A kupton? Po? Dy natës se di se ti prat lindjen e fëmijës. Kush e di njerëzit ku din? Për këtë largohu vendeve të dyshimta. Për shkak se mush me prish zemrën e dikujt. E han veten la haul, çish me thon more. A kupton? Çish me thon? A kupton? Për këtë Allah të ndershëm Allah na rujt. O duhet me pas me rujt zemrat e të tjerëve. Po ashtu Allah të ndershëm njeriu duhet të ketë kujdes sidomos të çështja e gjinisë femërore, të kujdesen në zonin e tyre. Kur të flasin dash telefon, dash në pazar, dash pa më parasysh, mos ta thejnë zonin e tyre për shkak se ka mundësi e dëmton zemrën e dikujt. E smuan zemrën e dikujt. Ha? Keni dëgjuar është një poezi arabe thotë dënjëherë dashurohet veshi para sinit. Do të dashuron veshi pa e pasini hiç. Ha? Kam cek një rast në Rokon, i kanë thonë një Halil Guci, jo për nënçmim, Allah na rujt. Ai kur ka dol me dhëm dhe me lop, ka knu shumë fort. Zonin, kombon, shumë të mirë, ha? Edhe ajo përpara kanë dol në kruaj, kanë bushuj. Kjo vajza kur e ka nijat zonin, sa rajt për shkoj në kruaj, ama në tangoj Halilin, ko i di? A këta një ditë për ditë për malot, u dashuru qish me pa. Se zonin, kur peshet çka me pa, a i lakum, jo i mirë, thotë Halil zonin tani shasit kur mos t'i pafsha. A këta. E do thot, a peshet se njeriu ndonjëherë dashurohet veshi vëllezër të ndershëm, për këtë kujdes në zonë, sidomos tek gjinia femërore, kur të flasin për shkak se ka mundësi e dëmton zemrën e dikujt.
Po ashtu duhet me pas kujdes biseda mes dy personave. Jemi 3, 2 bisedojnë, 3 e lënë anash. Edhe kjo e smun zemrën e vllavit tant. Se thot pse kush jam unë, a nuk e meritoj kam unë. Ja bisedo gjithë, ja mos u vetmo vetë i dytë. Jo se kërkoj Allah thoj, a ban na lësh pak vet, kjo është më e mirë dhe më e shpëtuar se sa ti në vesh ose me telefon atash jo në vesh. Ta këta amësia, to këtë diktojnë që janë të fol këto të di. Edhe pse bëhen të tjerë sikur se s'marrën vesh, ta kupton? A mund të kujtojnë që janë të marrë vesh kur tash është njëri fërc, tjetri fërc, atë e kuptojnë, këta pas galvove la vashtruni jeve. Shiko, Allah na rujt, ha? Për këtë kujdes, për shkak që ti rujna zemrat e vllaznive, zemrat e dashamirëve, pa ashtu Allah së ndershëm, me i rujt zemrat, mos me i luftur te për njerëzit. Për shembull, njëri të ka bënë të mirë, tonë se amasha, ti Allahu Akbar. Ariri pak, valla askush s'ma ka bos shumë. Ani valla shpërret. Ai valla ja, ç'kështu kur një herë. Tamam, mos ja prish zemrën. Mush mi thon Allah të shpërbleft. Allah të shtoft mira. Mjafton. Mjafton. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush ta bën të mirë, kthehet me të mirë. Nëse nuk kemë mundësi me të mirë, thot falemendroj atë. Do ruaje zemrën e vllavit tan. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka luftuar Abu Bekrin. E ka luftuar Omerin. E ka luftuar Uthmanin dhe Ali radhiyallahu anhum jami'an. Por i ka ditë çfarë zemra kanë ato burra vëllai të ndershëm. Zemrat tona janë të lodhta prej gjunaheve. Zemrat tona janë me plaga, me varra. Për këtë thuaj i shkurt, Allah të shpërbleft, Allah të shtot mirat, mos e lëvdo ti, përse ka mundësi e pkut pastaj. Ja shtis mujnë e pëlqimit, veç kur ti thuash ti të në. Jo be stakfirullah. Mashallah ti Ramazan bat tonet. Jo tash alhamdulillah ma ka mundsu valla një ditë po një ditë jo. Mashallah alhamdulillah. A kupton? Me Kur'an çishje, vallahi unë një 4 gjus. Jo mashallah kam mbrojnë te i dhëti. Ja di mashallah, për këtë ruju mos ja prish zemrën vllavit tant. Kujdesu. Këto Allah të ndershëm ishim se si të kujdesna për zemrat tona. Pasi që njerëzit kujdesen për dunjë, atëherë ne të kujdesna për zemrat tona. Lut Allah subhanahu wa taala që Allah të ruaj zemrat tona. Lut Allah subhanahu wa taala që Allah të na shëron zemrat tona. Lut Allah subhanahu wa taala që Allahu mos t'ju lën vend të smujeve në zemrat tona. Lut Allah subhanahu wa taala që Allah të na mbushë zemrat tona me iman dhe ikhlas. Lut Allah subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon gjithë në Jannatul Firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ju shpërblet. Allahu 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 Allah Allahu